përderisa drejtësia nuk ka dhënë një verdikt tjetër që t'i quaj manipulime, apo t'i quaj shkelje, pagesat për tërmetin, apo pagesat e bankave, apo gjobat, apo ato që na dilin nga akshi, me rrënjë me dek që kishim ças kishim, që fare mirë mund të thuhen forma shantazhi ndaj njerëzve, edhe të kuptojmë që popullata natyrisht ka interese për një vend pune, pra në këtë pikë ku nuk mund t'i paragjykoj, por kryeministri në radhë parë është ai që duhet ta vi përgjigje për atë që i kërkohet. Dhe të gjejë një mundësi, le dali një ditë me një mesazh, le dali të shpjegoj, po jo të dalë e të shaj dynjan. Dhe kjo nuk e bën ata as pak, kjo e bën thjesht një italian, por jo në fushën e futbollit në kryeministri. Ne kemi përvoja shumë të mira me zotin Rama, që njerëzit e afërt i ka burgjeve. Nuk e di, janë 300 apo janë 300 të një zyrtar të zgjedhur të ndorë apo vendosur. Nuk e di këtë numër. Nuk di ta them. Mund të jenë edhe, po ne nuk kemi pasur një kryeministër tjetër që të fuse njerëz të dyshuar për dorëzan krimit të vrasjeve, apo të trafikut të drogës, të narkotrafikut në tërësi, apo të prostitucionit, ne nuk i kemi këto. Patosnano futi vetëm një djalë që ka të gjatë këtë Gjolet Malaj, ndërpreva kaluan makinat e jo se... Jo, s'ka problem. Gjolet Malaj që u fut më duket tek një nga forcat e ndryrjes shpejt mbas ngjarjeve të 97-s, ka qenë një deputet i PS-së Arbër Qilimi, që mba mendjen tim ishte nga Roskoveci, kërkojnë ndjes nëse jam i pasakt për këtë, pra që pretendoi që është qenë tek komiteti i shpëtimit, po nuk futi kriminal Patosnano në burg. Sali Berisha mund të ketë bërë plot, po nuk futi në njëri të dyshuar për prostitucion apo për trafik droge. Edhe Ilir Meta, sado që kishte tjetër karakteristikë si kryeministër, nuk futi në një nga këta, e në panelin mbajko jo. Pra njerëzit e krimit, të gjitha strukturët e shtetit, ne kemi parë, ka ndalë ligji i dekriminalizimit, të paktën ligjërisht tregoi se sa ishin. Dhe ti nuk mund të bësh tani një ndeshje këtu zdi këta apo zdi ata. Ne kemi pasur dëshmi të ish zyrtarëve që se si drejtohet qeveria, dhe ne di fare mirë se s'mund drejtohet zoti Rama. Unë e kam mbuluar person që nga 92-shin. E kam njohur me rrënjë të mballë. Të vjen keq se sot nuk e gjen një amik dokle, le të thon komunist, nuk e gjen një servet plumit të ndjerë, le të thon komunist apo marksist, po ishin njerëz me edukat. Më thuaj cili nga ata të sot ka edukat. Më thuaj cili nga ata, qoftë edhe Fëmia Diu që mbahet për dënime me vdekje në fund të regjimit, bënte shprehemi një gjuhë vulgare. E bën të Recep Midani, e ka bërë ndonjëherë Recep Midani. E ka bërë ndonjëherë dikush tjetër nga PS-ja këtë. Më kujto pak. Më kujto. Në 30 vjet ka pas një nga PS-ja që ta në gjuhën e ministrit Rama. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe se si, edhe them drejtë timi, ndoshta gjithë të kohë vërej sigurisht që ndoshta për njerëzit që marrin detyra të larta shtetërore ne duhet kemi një check të plot, pra një kontroll të plot të siç e kanë në Amerikë, që përdor drogë, nuk po them që ai përdor drogë, s'm ta kompare ta them këtë, po duhet një analizë mjekësore për përdoриmin e substancave të ndryshme për sëmundjet të ndryshme që mund të jetë i paaftë për detyrën ose mund të kapërcej normat e detyrës. Pastaj pjesa tjetër e kompartisë dhe njerëzve që votojnë, unë nuk më vjen me këtë. Unë them që si shtetar ti duhet të jesh i përgjegjshëm për njerëzit që të kërkojnë llogari. Mund mos jesh fare dakord me ata, mund të mbyllësh derën gjithçka, por nuk mundesh të merresh me ofendime. Dhe them drejtë kjo është pika që unë ndahem plotësisht. Delion, përshëndes. Turoj një vim ditë sa më të bukur aty në New Jersey, të përshëndes dhe kalofsh bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit, mi punë mbar. Ishte kolegu Delion Drenika. Ndërprej shkurtër publicitar, rikthehemi sërish.